Odir ka publikuar një opinion urgjent të ndërmjetëm për projekt ligjin shqiptar mbi financimin e partive politike, ku vlerëson si pozitiv synimin për të krijuar një kuadër më të plot për transparencën, raportimin financiar dhe kontrollin e financave politike, por njëkohësisht evidenton edhe një sër boshllëqesh që sipas institucionit duhet të adresohen për të garantuar zbatimin efektiv të ligjit. Në dokument thuhet se projekt ligji sjell disa risi të rëndësishme, si krijimi i një platforme elektronike për raportim financiar në kohë reale, forcimi i detyrimeve për transparencë, kufizime më të forta për burimet e financimit dhe transaksionet cash, si dhe zgjerimi i kompetencave mbikëqyrëse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po ashtu projekt ligji parashikon rregulla më të detajuara për shpërndarjen e fondeve publike, përfshirë stimuj që lidhen me barazinë gjinore dhe pjesëmarrjen e të rinjve në politikë. Sipas Odir, nëse zbatohet në mënyrë efektive, ligji mund të kontribuojë në luftën kundër korrupsionit dhe në krijimin e kushteve më të barabarta për partitë politike, por raporti paralajmëron se mbeten disa rreziqe që mund të cënojnë funksionimin e sistemit. Një prej shqetësimeve kryesore lidhet me financimet indirekte dhe mundësinë e shmangjes së rregullave përmes donacioneve të fshehura apo financimeve nga palë të treta. Në këtë kuadër, Odir rekomandon ndalimin e donacioneve të bëra në emër të personave të tjerë, deklarimin e profesionit dhe punëdhënësit të donatorëve, si dhe transparencë mbi pronësim përfituese të kompanive që financojnë partitë politike. Gjithashtu kërkohen rregulla më të qarta për kredit ndaj partive, kontributet në natyrë dhe publikimin e raporteve financiare. Raporti evidenton edhe nevojën për harmonizim më të qartë mes projekt ligjit dhe kodit zgjedhor për të shmangur mbi vendosjet dhe paqartësitë ligjore, ndërsa theksohet se zbatimi i reformës do të varet në masë të madhe nga kapacitetet financiare, njerëzore dhe hetimore të KQZ-s.